Vlen prezantoi para anëtarëve dhe mbështetësve rezultatet e 2 viteve të pjesëmarrjes në qeveri. Sipas Vlen, gjatë kësaj periudhe janë realizuar mbi 300 projekte infrastrukturore në komunat me shumicë shqiptare. Qeverisja jonë në këto 24 muaj ka investuar edhe tek dinjiteti ekonomik. Në këto 2 vite kemi realizuar mbi 2500 punësime dhe avansime. Kemi siguruar rritje progresive të pagave në sektorin publik deri më 40%. I kemi rritur pensionet, i kemi rritur pagat në arsim, shëndetësi dhe polici. Të dashur miq, Vleni nuk është krijuar për të krijuar rehati, por për të marrë përgjegjësi. Në politik, shpesh më lehtë është të flasësh rrept e të krekosës se sa të punosh. Por ne nuk e kemi zgjedhur rrugën e lehtë, por e kemi zgjedhur rrugën ku gjykohesh për nga puna. Dhe ne jemi gati të gjykohemi pikërisht për nga puna. Bashkëkryetari i Vlenit Bilal Kasami deklaroi se gjatë 2 viteve të qeverisjes Vlen ka realizuar reforma dhe projekte që sipas tij kishin mbetur të parealizuara për një çerek shekulli. Dikush u përpoq ta ndaj qytetin, ta kthej në arenë përplasjesh për problemet që vet i la zvar. E pam paradoksin, njerëz që për vite mbanin gjithë pushtetin në dorë, dolën të protestojnë kundër gjurmëve që lanë vet. Po Tetova u përgjigj ashtu siç di vetëm Tetova, me qetësi, pjekuri, pa rënë në kurthin që ja ngritën. Dhe unë sot krenohem me tetovarët e mi që e lexojnë drejt situatën dhe japin qartë mesazhin. Nuk mund të manipuloni më me shqiptarët. Shqiptarët ju kanë parë juve dhe kanë shohin neve. Dallimin sot e ke në çdo lagje të Tetovës, në çdo lagje të Maqedonisë së Veriut. Të dashur miq, 2 vitet e para të qeverisjes janë vite kur e dëshmuam se nuk janë të gjithë të njëjtë. Këto janë vitet kur e shpërbën propagandën e tyre me punë dhe angazhim. Në 2 vjetorin e qeverisjes së Vlenit, bashkëkryetari Izet Megjiti tha se vendi po kalon një fazë të re politike, ku premtimet po zëvendësohen me rezultate konkrete dhe institucionet po kthehen në shërbim të qytetarëve. Nga këto 2 vjet hodhëm themele që shumë kohë ishin lëmë pas dore. Miratuam ligjin për medresen, duke miratuar ligjin i dham fund paqartësisë për të ardhmen e mira medresantëve. Po ashtu dëshmuam se zgjidhjet e mëhershme në fakt nuk ishin zgjidhje, por ishin improvizime të bëra në kohë fushate për vota. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat kaloi në qeveri dhe sot pret miratimin në kuvend, duke forcuar parimin se çdo qytetar duhet të ndjejë shtetin si të vetin. Po e ndjek fushatën kundër dhe propagandën e opozitës. Shumë zhurmë për pak përgjigje. Nuk din të thonë përse deri tash nuk kanë propozuar një ligj. Përse përfaqësimi i drejtë nuk është arritur edhe në 25 vite pas marrëveshjes së Ohrid, përse lejuan që përfaqësimi të mos zbatojë universalisht si parim kushtetues, por e kthyen ata në politikë shtabesh partijake. Nga ana tjetër, BDI kritikoi ashpër Vlenin duke vlerësuar se 2 vite pas premtimeve spektakolare nuk ka asgjë. Partia opozitare ngriti një sër pyetjesh ku janë ndryshimet kushtetuese, Barazia e Gjuhës Shqipe, Akademia Shqiptare e Shkencave dhe Arteve, Ministria e Diasporës, autostradat, hekurudhat dhe investimet. Premtuan kushtetutë të re, nuk hapën as debat. Premtuan ndryshime kushtetuese për 3 muaj, për 6 muaj, edhe pas më shumë se 24 muajsh nuk ka asgjë. Premtuan barazi të plot për gjuhën shqipe, ata vetëm i dobësuan mekanizmat për mbrojtjen e saj. Premtuan përfaqësim të drejtë, shfuqizuan balansuesin dhe përveç kësaj propozojnë ligj i cili në asnjë dispozit të vetme nuk garanton përfaqësimin adekuat. Premtuan bankë shqiptare, nuk ekziston. Premtuan akcione në vlerë prej 10.000 eurosh për çdo qytetar, nuk janë askundi. Premtuan votën e diasporës, Ministrinë e Diasporës dhe Këshillin Nacional të Diasporës, nuk ekzistojnë. Premtuan Akademi Shqiptare të Shkencave dhe Arteve, përfunduan me një zyrë me qira. Premtuan Erasmus për universitetet shqiptare, nuk është askundi. Premtuan 6 spitale rajonale, nuk ndërtuan asnjë.
Lidhur me kritikat e BDI-s se janë tepër pasiv brenda koalicionit qeveritar dhe për protestat me të cilat po përballen, nga Vlen u përgjigjen se problemet me provimin e jurisprudencës dhe emërtimet e rrugëve në Tetov janë pasojë e improvizimeve të qeverisjes së mëparshme. Sipas tyre, këto çështje po zgjidhen një nga një, duke respektuar procedurat ligjore.